dekade me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria ka një nivel të pasigurisë ushqimore, rreth 4 herë më të lartë se mesatarja europiane dhe shumë fish më të lartë se vendet e rajonit. Dhe ndërsa qeveria flet për Shqipërinë turistike, për miliona vizitorë dhe rekorde ekonomike, 8.3% e shqiptarëve përballen me pasiguri të rëndë ushqimore. Kjo do të thotë që janë njerëz që hanë më pak se sa u nevojitet, familje që mund të mbeten pa ushqim dhe qytetarë që për shkak të mungesës së parave mund të kalojnë edhe ditë të tëra pa ngrënë. Në të njëjtën kohë, një dietë e shëndetshme në Shqipëri është bërë rreth 70% më e shtrenjtë se në vitin 2017 dhe kushton rreth 30% më shumë se sa mesatarja europiane. Ky është bilanci që nuk shfaqet në ekranet e propagandës. Një Shqipëri ku qeveria numëron turistët, por shumë familje numërojnë parat për ushqimet e ditës. Një Shqipëri ku flitet për rritjen ekonomike, ndërsa pothuajse 1 në 3 qytetar përballet me pasiguri ushqimore. Ky është dështimi i një modeli qeverisës që pas më shumë se një dekade ka humbur lidhjen reale, jetën reale të qytetarëve dhe jeton me dhjedhjet dhe propagandë. Partia Demokratike e ka paraqitur paketën e minimumit jetik si pjesë të zgjidhjes, që nuk le asnjë qytetar të vuaj apo të keq ushqyet. Ne qëndrojmë pas kësaj pakete dhe me ardhjen qeveri ai do të jetë premtimi i parë i mbajtur. Mbi 90 ditë qëndres qytetare kanë treguar se propaganda mund të sfidohet dhe se e vërteta nuk mund të fshihet pafundësisht. Prandaj kjo protestë duhet ketë mbështetjen e çdo qytetari që kërkon ndryshim.